Sot kujtohet ditëlindja e Nën Terezas, një prej figurave më të njohura shqiptare në botë dhe simboli i humanizmit, për kushtimit dhe dashurisë ndaj njerëzve në nevojë. Në Shkup vendlindjen e shenjtores u zhvillua një sër aktivitetesh për të përkujtuar jetën dhe veprën e saj. Në mëngjes u bën homazhe pranë pllakës përkujtimore dhe u vendosën lule nga përfaqësuesit institucional. Sot jemi këtu pranë shtëpisë vjetër të Nën Terezës, në qendër të Shkupit, aty ku familja Bojaxhiu kishte një vajzë e cila e dha mesazhin e humanizmit në gjithë botën, e njohur si Nën Tereza. Për ne është një krenari si shkupiane, si shqiptare, dhe ne e kemi obligim ta përkujtojmë veprën dhe misionin e saj, të cilin ja shpërndau gjithë botës. Aktiviteti qendror për ditëlindjen e Nën Terezës u mbajtë në Muzeun e Artit Bashkëkohor në patronazhin e zëvendës kryeministrit të parë Bekim Sali, ndërsa i ftuar nderi ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Sot 116 vite pas lindjes së saj në këtë qytet, emri i Agnes Gonxhe Bojaxhiut vazhdon të na kujtojë se një vend mund të jetë zanafilla e një historie botërore, se një identitet mund të jetë rrënjë e jo kufi, dhe se shërbimi ndaj njeriut mund të jetë një nga format më të larta të paqes. Në kuadër të këtij aktiviteti u promovua libri Udha misionare e Gonxhe Bojaxhiu drejt Nën Terezës Universale me autor Albert Ramaj dhe Skender Hasani, si dhe u hap një ekspozitë dokumentare kushtuar jetës dhe veprës së saj. Në familje ajo mori rrënjët, në besim mori forcën, në Shkup mësoi bashkëtesën dhe pikrisht kjo provoj e ndihmoi që kur misioni e vendosi përballë njerëzve të feve, kombeve dhe kulturave të ndryshme, ajo të mos pyeste çfarë ishin. Ajo shihte se kush kishte nevojë për të. Vetëm dashuria do ta shpëtoj botën, thoshte ajo. E unë do ta shtoja, do ta shpëtoj edhe botën shqiptare dhe botën mbar njerëzimin, se dashuria është fuqia më e madhja dhe e vetmja e cila lëviz shpirtin, mendjen, ndërgjegjën dhe zemrën e njeriut. Nën Tereza e lindur më 26 gusht 1910 në Shkup me emrin Agnes Gonxhe Bojaxhiu, ia kushtoi jetën shërbimit ndaj të varfërve, të sëmurëve dhe njerëzve të braktisur. Në vitin 1950 themeloi misionarët e bamirësisë në Kalkut, duke krijuar një rrjet institucionesh humanitare që ushtri në shumë vende të botës. Në vitin 1979 ajo mori çmimin Nobel për paqe. Më 4 shtator 2016 u shpall shenjtore nga Papa Francesco gjatë ceremonisë së kanonizimit në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan.